Ato 4 miliard do thot harxhohen shpejt. Si vlerë do thot janë për komplet mandatin, do thot që bëhet. Edhe 4 miliard mund duket vlerë lartë, kur thu 4 miliard. Po nëse shikojmë pastaj buxhetin në secilën pjesë, si ndahen ministritë, si ndajnë linjat e buxheteve, për çfarë aktivitete ma konkretisht që me kuptu ma mirë qytetari. Ato 4 miliard do thot harxhohen shpejt, në kuptimin nëse veç bëhen planifikime, qysh për një mend i kanë planifiku ministritë, agjencitë e pavarura edhe komunat. Do thot se kjo ndahet për komplet, edhe për nivelin komunal, edhe për nivelin qendror. Po tash në viteve të fundit kemi pas relativisht pak projekte kapitale, edhe në nivel qendror, po edhe në nivel të komunave. Do thot nuk ka pas, le të themi, ndonjë projekt shumë të madh që ja vlen me u përmend ose që ka qenë një shumë e lartë, po që ka kushtu. Kështu që këto miliardat një farë forme kur ndahen proporcionalisht, edhe kur ndahen në bazë të rëndësisë dhe projekteve se si paraqet një ministri e caktuar, ato besojmë që një farë forme shkojnë shpejt